Nëse shohëm kampionatin përgjithësi, pasi që edhe ku bën një farë përvojë në Superligën e Kosovës, kjo ka qenë njëri prej kampionatave më konkurrues, i cili deri në gjerën e fundit nuk u ditë se kush del në Evropë, kush bjen për ligës apo kush lufton në barazh për një vend Superligë. Nëse shikojmë realisht tabelën e shohëm që prej Dugaxhinit, i cili është në vendin e 7 deri në vendin e 3, i cili dërgon në Evropë, është dallimi vetëm 5 pikë. Edhe secila prej këtyre skuadrave ka mujt me qenë një pozitë më lart ose një më poshtë ose e kundërta diçka. Kështu që po mendoj që ka qenë një kampionat shumë i barazpeshum. Për Prishtinën normal që nuk diskutohet se Prishtina ka arrit objektiven e vet. E ka fitu kupën, u dal në Evropë dhe veç shpresojmë ta përfaqësoj sa më mirë atë ku. Albani, me këto që po e thotë, unë e kuptoj se është luna ato dhe jap kontribut e Prishtina, po e saktë është këtë vetë të pjesa që nuk po pajtuar është se Prishtina i zhdosht mi pas një, hajde s'po thëmë me qinte, po i zhdosht me konë mes dritës dhe balkonit ato. Me organizim, me futbolista, me kushte, me gjithçka tjetër, me emnin që e përfatëson, me mënyrën se sa sezona Prishtina ka dështuar. Ka shku kur emri lunë? Jo, shumë e vërtet. Unë e dëgjova dhe që thanë se Prishtina ka luajtur këtë vetë edhe vendas. Shkon emri. Historia nuk. Jo, nuk e di pse ashtu e thon këto, emri ju, po Prishtina ka arrit me jap kombëtarës Kosovës lejtor ti po thu emri. Po veç i ka pas lejtor, tash si ka lejtor. Cilë si ka? Qëtar si vjetë, Gallopini ka lujt për kombëtarën O. Ka është Prishtina. 3-4 emra. Jo ti përmani kujtës në një lejtor. Albin Krasniqi. Veç nëse Albin, a ke problemi me ta? Ke problemi për aty është problemi se koha. Nëse moj veç pak me u përgjigj Granitit që tha, duhet me marrë parasysh shumë edhe faktin se Prishtina ka njërin për ekipeve më të rinë Superligë. Edhe ka lojtarë më me perspektivë në Superligën e Kosovës, të cilët ndoshta për herë të parë këtë vit, ndoshta është sezoni i tyre i dytë në Superligë edhe sezoni i parë. Kështu që unë po mendoj që Prishtina e ka bën një projekt shumë të mirë, edhe ka bën një projekt afatgjatë me këtë lojtarë të atërit të cilët janë që ka prej tyre që janë thirrë edhe në kombëtarën e Kosovës. Duke mos i anashkalu, mos t'i përmeni me emra se mu i me arruna një. Kështu që unë po menoj që objektivi i Prishtinës ka qenë Evropa, këto edhe ka arrit. Unë e Albani një rrethonat më falë, unë e një rrethonat Prishtinë, edhe e di të Prishtina po fullet që u arrit një objektiv. Mishta përfëndaj. Lorik, Granitin se i një rrethonat, ashtu që jep janë mundësi. Te Prishtina është e vërtetë që është arrit një objektiv në ndeshjen e fundit të kampionatit që është finalja e kupës. Po mos harrojmë që te Prishtina është bëu eksperiment prej fillimit të sezonës. Ka ardhur një trajner i huaj. Po, ç'to pajton, atë që pjesë po. Ka ardhur një trajner i huaj. Po. A dini ju sa futbollistat te Prishtina kanë ardhur edhe janë shku e nuk e dim as ka një ftim, as pse kanë shku, a ku janë. Mi 45. Urdhë? Mi 45. Do me thonë, po flasim për një sezon ku kanë ardhur shumë lojtar, janë ardhur shtatë ty dhe nuk kanë luajtur shumë për ty, nuk kanë luajtur hiç. Kanë dështuar shumë për ty. Po prezantu lojtori s'ka luajt hiç, ka ardhur lojtar me bujt madhe, ka luajt 5 lojë. Ka shku mas janarit, nuk lajmërohet kërkun, dhe më thonë, është bo një farë lloj eksperimenti, edhe në fund, normal që Prishtina, po më shefën masoj se Prishtina ka dalë në Evropë për mes kupës. Është e vërtet që e kanë arrit, jo, është